Situata me mbeturina dhe deponit e krijuara pranë kontejnerëve vazhdon të mbetet shqetësim serioz në të gjithë Shkupin. Përveç shumë lagjeve të kryeqytetit të cilat janë të zhytura me mbeturina, edhe Hasanbegu është në gjendje të njëjtë. Banorët e Hasanbegu thonë se prej 5 javësh po përballen me mungesë të grumbullimit nga ana e ndërmarrjes, ndërsa kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Jemi katastrofë që 5 javë s'ka nërë me marrë mbeturinat. Edhe kemi hedhë se ka pas shumë, që 5 javë me konë një javë ditë qish durojmë më, që 5 javë këto edhe krimat ka nardhë. Edhe qenë të macat për i shkinë këto në lonat, e për ditë më njësim rjedhim, po prapë me shpresë që po vinë për i marin, s'ka nardhë që 5 javë, sa djenë bo. Se ashtur bisedojmë, lidhe me këto qarësit thjeshta, banale. Mbeturinët, është një fenomen të na që ndodhë, besonin zotë në botë, besoj që ka dikun që grumëllohen ka që mbeturinë. Sikur të nëmë thamë, kja është për turë nërë, dikush që ujë më në ponë, që fa gjendje jemi, kja është mjerim. Veç i falemindrojë më dojë që e ka bo fëllat në kose me konë zetë, nuk jetuat për enëve. Gjendja me mbeturina në Çajir mbetet akoma më e rënduar, siç është edhe ky rast këtu, me mbeturinat të cilat e kanë zënë edhe trotuarin dhe nuk mund të kalojnë qytetarët lirshëm në këtë pjesë. Këto mbeturina gati që një javë kështu janë. Kemi lajmëruar në higjienën komunale, sikur se nuk kanë kamion, nuk kanë punëtor, edhe vazhdimisht kështu e kemi situatë. Po si qytetari kësaj rajonit, Çajirit, normal që na pengojnë këta. Edhe pagesat i bëjmë rregullisht. Shka është këtë gjendje këtu? Post trotuareve të bllokuara nga mbeturinat, gjendja e rëndë paraqitet edhe pranë shkollave. Nxënësit madje në pamundësi të lëvizin në trotuare dalin në rrugë kryesore.